Çka besoni se nga syri televizion nga Shqipëria. Kryeministri i Shqipërisë Zoti Edi Rama e temi ka bërë gjithçka mbi tavolinë dhe nën tavolinë që qytetarët e Kosovës mos i votonin dhe tutën tonë. Ju do ta vijoni traditën e takimit parë në Shqipëri pas fitores dhe keni diçka për të thënë Edi Ramës në këtë takim? Ne bashkëpunojmë me Republikën e Shqipërisë, me cilën do qeveri që është aty. I kemi 58 marrëveshje të reja me kryeministrin Rama dhe niveli i zbatimit të tyre është më i madh se kur më parë. Unë nuk jam në dijeni të atyre akuzave që thatë ju, por në të njëjtën kohë ne jemi të interesuar që afrimi edhe bashkëpunimi me Shqipërinë të rritet gjithnjë më shumë. Tash kemi edhe abetarën e unifikuar nga viti 2021 këtej. Kemi kurrikulet e dedikuara për mësimin shqip për bashkëdhetarët tonë në përbot dhe e kemi shndruar Shqipërinë në partnerin kryesor tregtar të Republikës Kosovës sa i përket vendeve të rajonit. Kur kësaj ja shtojmë edhe Alpexin, Albanian Power Exchange, ku ne dihet që kemi dalur nga bloku regulativ me Serbinë, Malezi dhe Maqedoninë e Veriut dhe jemi bashkë me Shqipërinë. Unë besoj që kemi shumë arsye për t'ju gëzuar bashkëpunimit të shteteve tona, pa harruar edhe ata 200.000 qytetarë të zonës kufitare ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë, të cilët tash i kanë 26 vendkalime kufitare. Për ato akuza që i hodhët ju unë s'jam ndjeni.